Petrit Vasili, që mban detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Lirisë, ka ndarë një qëndrim sa absurd, aq edhe konfuz. Drejtësi qelbësir, Veliaj në krah të avokatit të tij, ndërsa Meta në kafaz. Kush ju a jep këtyre maskarenjve të drejtën që të përdorin drejtësinë si reck për të plotësuar dufin e hakmarrjes psikopatike të Edi Ramës kundër Ilir Metës? Skandali pa dëgjuar. Çfarë lum drejtësie është kjo? Çdo fjalë e keqe nuk mjafton ndaj këtyre maskarenjve të drejtësisë. Faktet flasin vet, shkruan Vasili në një postim në rrjetet sociale. Duket sikur Petrit Vasili nuk i ka as pak të qarta disa gjëra, ose bën vet. Kjo pasi, së pari, Erion Veliaj nuk është në kafaz, sepse është një gjyq në gjykatën administrative dhe kjo gjykatë nuk ka kafaz. Kur të shkojë në gjykatën e posaçme dhe do të ketë përballjen penale, do të jetë në kafaz. Por Erion Veliaj, ndryshe nga Ilir Meta, nuk ka zgjedhur të shkojë në kafaz, pasi çon vetëm avokatët dhe nuk paraqitet në seancë gjyqësore në mënyrë të përsëritur. CNA ka raportuar këtë zhvillim edhe me fotografi, kur ka qenë në kafaz për vendimet e masave të sigurisë. Kur shkon në gjykatën e posaçme, edhe Ilir Meta, edhe Erion Veliaj, të gjithë shkojnë në kafaz. Nëse Ilir Meta do të kishte ndonjë gjyq me prokurorin e tij në gjykatën administrative, por nuk është aq i marr sa duket kryebashkiaku i arrestuar i kryeqytetit Erion Veliaj me propagandën e tij, që të çojë prokuror në gjykata, por qëndron me dinjitet aty, hyn në kafaz edhe mban qëndrim. Për më tepër, edhe fakti që Erion Veliaj ndodhet në krah të një punonjësi policie dhe tolerohet të takojë njerëz, personazhe publik dhe të njohur si Robert Ndrenika, por edhe një tuf vasalësh dhe sharlatanësh, tregon se në Shqipëri nuk kemi të bëjmë me atë drejtësinë e ashpër, të egër, po është toleruar. Nëse Ilir Meta do të takojë aktor që i përdhosin në pleqëri, sharlatan, palaço e klon që përdorin viza para se të dalin në ekran, mjafton që ish presidenti të bëjë një padi administrative dhe t'i mbledh ata që ka pasur me vete, se i ka pasur edhe këshilltar dhe të zgjedhur në për lista për deputet.